edhe pse kjo e fundit ka pasur një lloj qetësie dje, ka qenë më ëmbël, më sweet, nuk e di nëse ka të bëjë me sinjalet që jep Limi, i cili mbrëm i tha, nëse ti e fiton Big Brotherin, me ty mund të kem diçka. Tani, nuk mund të bësh këto lojra, nuk mund të bësh këto lloj provokimesh. Nëse është një skenar, okay, pas kanë skenar, por po dalin shumë keq, sepse është fillimisht Limi ai që i thot të 99 të zezat Albës, që e ofendon ato si femër, e kërcënon, i kemi parë dhe videot që janë bërë virale, e nga ana tjetër, Alba është ajo që është më e qëndrueshme, edhe qoftë me skenar, apo qoftë edhe pas skenar. Nuk pranoj kursesi qëndrimet që ajo ka që nuk e sulmon Limin dhe e shikon si një njeri të zemrës dhe jo si një lojtar, pasi ka të gjitha kapacitetet dhe ka në dorë të gjithë situatën Alba për të sjellë ndryshe, por në një bisedë të djeshme ajo shpreh ka pak a shumë një lloj shprehje që pa e ndalon, ajo shikon përtej Big Brotherit dhe mendon që mund të ketë një rikthim me Limin. Nga ana tjetër e gjithë shtëpia pothuajse po merret me këtë tre kënd, kudo flitet se është diçka që në thelb tregon një lloj mashkulli narcist, tregon një lloj femre që nështrohet, tregon dhe një lloj tjetër femre si Dolce, e cila nuk pyet për ndjenjat e një femre tjetër, por e godet këtë tjetrën. E kemi parë dhe prekjet fizike që Dolce i ka bërë, një lloj arrogance që vuri në pa edhe Olta. Këto janë lojtarët tanë që edhe po na çmendin që nuk kanë këtë lloj vërtetësie, edhe me këtë lloj lojë që po bëjnë aty brenda, për mua po luajnë, por do të kenë edhe pasoje gjithë këto që po bëjnë. Po, dhe nëse flasim për të gjitha këto, pra ka qenë një temë që është prekur Redion goxha shumë, po flastu për një pyetje që lëndrimi i bëri Klodit, dhe sigurisht që pastaj kanë gjallur reagime